Analisti Viktor Buzhala në një reagim të fundit ka kritikuar partitë PDK, LDK dhe AAK për thirrjet e tyre për zgjedhje të jashtëzakonshme. Në reagimin e tij, Buzhala u shpreh se partitë po u referojnë sondazheve, por sipas tij të dhënat janë të pasakta dhe përdoren për t'i mashtruar qytetarët. Buzhala paralajmëroi se sondazhet shpesh fryen për të favorizuar interesa të caktuara dhe si pasojë qytetarët mund të presin një realitet të ndryshëm në ditën e votimit. Ai theksoi nevojën për kujdes ndaj rezultateve që shpallen para përfundimit të procesit zgjedhor dhe për transparencë më të madhe nga kompanitë e sondazheve. PDK, LDK e AAK po lypin zgjedhje. Nëse po bazoheni në kompanitë e sondazheve, unë po ju them që mosni, se ju rrejnë, ju sosin, ju afryn numrat e mase veç me ju hyn qef, e me ja u marr do pare, masane e ditën e zgjedhjeve po zgënjeheni keq, paralajmëron Viktor Buzhala. Analisti Viktor Buzhala ka vënë në shqyrtim disa prej skenarëve që po rriten përpara mundësisë që Kosova të shkojë në zgjedhje të ardhshme parlamentare për të dytën herë brenda vitit, nëse nuk arrihet të formohet qeveria deri të dielën. Ai ka ngritur dyshime serioze për të ardhmen e udhëheqjes në dy nga partitë kyçe të vendit, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë Demokratike të Kosovës. Sipas tij, nëse LDK-ja e humb qytetin e Prishtinës dhe atë të Pejës në balotazh, atëherë karrige e kryetarit të LDK-s, Lumir Abdixhiku, luatet dhe ai mund të përballet me largim nga udhëheqja. Në një skenar të ngjashëm, nëse PDK-ja do të humbë komunat e Mitrovicës dhe Prizrenit, ka rrezik që edhe kryetari i PDK-s, Memli Krasniqi, të përballet me humbje kredibiliteti dhe të jetë i detyruar që të heqë dorë nga posti. Buzhala përmend gjithashtu edhe komunat e Drenasit, ku PDK ka humbur kreditë, gjë që shton presionin mbi Krasniqin. Në këtë panoramë, vëren analisti ka mundësi reale që të shpërthenin zgjedhje të jashtëzakonshme me dy partitë kryesore që do të përballen me dirigjime të reja nga pjesa e brendshme. Për LDK-n, humbja e Pejës ose Prishtinës përbën sinjal alarmi se elektorati i tyre nuk është më i sigurt. Për PDK-n, humbja në Mitrovicë ose Prizren, veçanërisht nëse vjen pas një periudhe të vështirë në Drenas, ku imposhti i vetëm Ramiz Ladrovci mund ta detyrojë udhëheqjen të rimendojë pozicionin. Një tjetër element që Buzhala vën në tavolinë është hipoteza e bashkimit të Vjosa Osmanit me listën e Partisë Lëvizja Vetëvendosje nëse vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kjo lëvizje mund të përforcojë pozicionin elektoral të VV-s dhe në të njëjtën kohë të krijojë presion tjetër për partitë më tradicionale. Nëse Osmani heq dorë nga posti i presidentes dhe i bashkohet listës së vetëvendosjes, atëherë skena politike në Kosovë mund të marrë një formë krejtësisht të re, ku partia qendrore ndryshon dinamikën dhe ku LDK e PDK gjenden në një pozicion më të brisht. Nga ana tjetër, Buzhala vëren se PDK-ja ka shenja rigjallërimi. Ai është shprehur se në rast të zgjedhjeve të reja, VV-ja mund të humbë vota, ndërsa PDK-ja të jetë në zhvillim me sipër. Ndërkohë LDK-ja sipas tij tashmë duhet të përballet me detyrën më të vështirë për të mobilizuar mbështetësit e vet dhe për të ruajtur komunat kyçe. Ky proces e bën skenën politike në Kosovë mjaft interesante për t'u ndjekur, përfshirë për vetë LDK-n dhe PDK-n, por edhe për partitë e tjera që mund të përfitojnë nga destabilizimi i dy gjigantëve. Nëse zgjedhjet të mbahen me kryetar të rinj në këto parti, atëherë edhe qeverisja vendore dhe strategjitë politike do të kenë një tjetër formë dhe koalicionet me VV-n mund të marrin ngjyrime të reja. Në përfundim, panorama që ofron Buzhala është ndryshim, jo vetëm i rezultateve elektorale, por i vetë strukturave të udhëheqjes brenda dy partive, me pasojë të mundshme eliminim të kryetarëve aktual, rilindje të brendshme dhe ndoshta zgjedhje të jashtëzakonshme. Për zgjedhësit, ky moment është jo vetëm për të zgjedhur kë do të përfaqësojë komunat, por edhe për të ndikuar në formën dhe stabilitetin e vetë partive që tashmë po shkojnë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme.